Sot do të flasim për sfidat dhe profesionin e mësimdhënies, rolin e prindërve dhe shoqërisë në edukimin e fëmijëve, si dhe ndikimin e teknologjisë në arsim. Për të gjitha këto kemi kënaqësinë të flasim me një profesioniste si mësimdhënësja Azemine Kukaj Kajushi. Azemine, mirë se erdhët në narracion. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Si e kujtoni kohën e fillimeve të studimeve? Koha e fillimeve të studimeve për mua ka qenë sfiduese, sepse studimet kam filluar në kohën kur Kosova ishte duke jetuar në situatë opresioni në Serbisë para luftës, domethënë në vitin 95. Nuk ka qenë e lehtë as pak. Megjithatë, nëpër shtëpia private, nëpër podrume, nëpër objekte xhamiash, por me një pasion të madh, me një dëshirë që e dinim se atë që po e bëjmë edhe për adhetarizëm, sepse e dinim që Kosovës nesër do t'i duhej ndriçimi nga ne. Pse e zgjodhët mësimdhënien para profesioneve të tjera? E tani, është shumë interesant sepse se jam person që dua shkollën, nuk ka diskutim. Mirë, po kam pas mundësi të zgjedh edhe farmacinë, kam qenë mes dy dilema, të zgjedh farmacinë ose të zgjedh biologjinë. Dhe vendosa të zgjedhja biologjinë sepse me farmaci e dija që kontakti me popullatën do të jetë vetëm shkëmbim barnash, që nuk e nënçmoj absolutisht, është një mision hyjnor. Mirë, po pasioni im është merre me gjeneratat e reja dhe atyre t'u trasoj rrugën se si të avancojnë. Që mësimdhënia ka qenë diçka shpirtërore e imja prej fillimit, prandaj edhe e kam zgjedhur mësimdhënien. Çfarë mund të thoni në lidhje me mësimdhënien si rol edukues? Tani kohëve të fundit mësimdhënia sikur ka rënë në krizë, sepse pak njerëz po e vlerësojnë sa duhet, por unë mendoj që vërtet ashtu siç edhe në parimet fetare, pasuesit e profetëve janë vetë dietarët, mësimdhënësi duhet ta ketë rolin kyç dhe nuk ka një shoqëri të shnosh pa edukator të mirëfillt. Prandaj është një mision shumë i nevojshëm. Do ta quaja elitë e shoqërisë, pa të cilën nuk mund të ketë asnjë zhvillim të mirëfillt. Por kuptohet që sfida tani në kohën e sotit për të qenë mësimdhënës, sepse nuk është profitabil shumë, dhe njerëzit ngarandin shumë mas profitabilitetit, marrjes së shpejtë të parave, mësimdhënia nuk sjell shumë para. Mësimdhënia sjell nder, sjell ndjeshmërinë që ti po i jap shoqërisë shumë. Prandaj kjo lëkundja e emocioneve mes zgjedhjes së paras dhe zgjedhjes së kontributit për gjeneratat e ardhshme është ajo sfidat që e kalojnë personat të vendosin ose nëse vendosin të jenë mësimdhënës, po dhe të njëjtën kohë dhe syri shoqërisë i sheh mbi bazën e asaj që i qet prioritet. Ai që shet prioritetin tek vlerat, sheh mësimdhënien si diçka të shajt, ndërsa personat që e shohin paranë si vlerë, mësimdhënien e shohin si shërbim. Kaq. Shoqëria e arsimuar, çfarë do të thotë kjo për zhvillimin e saj? Tani ne kemi shumë thonje rreth rëndësisë një shoqërie të arsimuar, por më të vërtet nëse dëshirojmë të kemi një të ardhme të sigurt, atëherë arsimi dhe kultura janë dy bazat në të cilat mbështetet e ardhmja e jo vetëm një populli, por edhe e gjithë njerëzimit. Unë shpeshherë ju them kur bisedoj me kolegët e mi, po edhe kur bisedoj edhe me prind, ju them shiheni të ardhmen e juaj në sytë e fëmijëve të juaj. Në një shoqëri e paarsimuar nuk do të dhe e paarsimuar bashkë me edukimin, jo e zhveshur nga vlerat edukative, një shoqëri e tillë nuk ka shumë të ardhme të sigurt. Ne po shohim sot sfidat në për cilat po kalon shoqëria. Shoqëria jonë kishte një arsimim dhe kishte edhe krizat kur arsimi zhveshej nga edukata. Pikërisht kjo kriza e zhveshjes së arsimit nga edukata mbi vlerat njerëzore ka sjell produkt të sfidave me gjeneratat e reja për t'i mbajtur nën kontroll, e mandej po vinë pasojat e keqpërdorimit me substanca të ndryshme, sepse
është një thënie e orë që thotë kur s'ki marrë bën çka dush, pra kur zhveshesh nga vlerat edukative, kur nuk ki identitet vlerash, atëherë edhe vinë pasojat, keqpërdërimet, gjithçka do bëhet, ajo që nuk do duhej quaj njerëzore bëhet normale, fatkeqësisht. Cili është roli i shkollave private dhe publike në aspektin e përgjithshëm të arsimimit? Unë rolin e shkollave publike dhe private shoh ngushtë të lidhur edhe me rolin e prindërve. Pa marrë parasysh se çfarë shkolle e mirë tjetë publike ose private. Partneriteti me prind nëse nuk është në nivel kemi krizë. Nuk mund të funksionojë. Secili ka rolin që të sjellë më të mirën për këtë shoqëri. Për shembull në shkollën tonë i kushtojmë shumë rëndësi bashkëpunimit me prind, nxënës dhe shkollë. Ky trekançi pedagogjik duhet jetë në nivelin e duhur, përndryshe nuk mund ta luajë kërkush rolin ndamaz. Ky është një trekanç i ndërlidhur, nuk mund të luhet roli i shkollës pa bashkëpunimin me nxënësin dhe prindin. Të dyja shkollat, pa marrë parasysh që tek shkolla private është një kosto, te shkolla publike është shërbim që shteti bën për nxënësit, pa kosto financiare. Të dyjat duhet ta kenë mision, rritjen e gjeneratave të shnosha, të cilat kanë profesionalizëm dhe kanë etik njerëzore. Mësimi fetar në shkolla, a duhet të bëhet pjesë e planprogramit mësimor? Tani është përgjigjja drejt për drejt në këtë çështje nuk është në rregull në aspektin profesional nga ana ime, sepse jo, domethënë nuk mund të themi që nuk duhet, sepse feja është pjesë e identitetit, pa marrë parasysh cila fe, e secilit individ. Mirë po ne duke pas parasysh që kemi kalu një pjesë, po flas tani si person që merret me arsim më shumë se 25 vite, kemi kalu një pjesë të testimit të vlerave. Tani ne duhet kemi kujdes në ndërtimin e plan programeve të cilat ndërtojnë vërtet vlera edhe fetare edhe kombëtare, dhe këto nuk bin vesh njëra me tjetrën. Duhet harmonizohen mirë kurrikulat, patjetër që duhet, por duhet harmonizohen mirë kurrikulat edhe të landeve fetare edhe sociale, dhe ato të jenë në harmoni të plotë, jo në kundërthënie me njëra tjetrën. A është e nevojshme, është mas e nevojshme, por a duhet ngutemi pa një planifikim strategjik mirëfill, mendoj që duhet kemi kujdes. Sepse ne e dim që landë sociale janë të zhveshura komplet prej elementit fetar, në të njëjtën kohë ti po e fut një landë fetare e cila bie ndesh me ato vlera të landëve sociale, dhe unë mendoj pasojën tek nxënësi. Konfuziteti që e vëmë një moshë minore me vlerat e tilla ose të atilla mund të ketë pasoja, mund të ketë edhe rezultate. Mirë po, ne duhet të flasim në mënyrë profesionale. Ti gjithë përfshim nxënësit. Nëse gjithë përfshirja duhet jetë, atëherë duhet kujdesi profesional bëhet. Pra, patjetër që duhet përfshihet, mirë po me një kujdes profesional, të cilin duhet ta marrin përsipër Ministria e Arsimit dhe Bashkia Islame, që të harmonizohen plan programet. Dhe të njëjtën kohë, ne e dim që Bashkia Islame ka medresen, ka fakultetin e studimeve islame, por të gjitha ata nuk janë të përgatitur për mësimdhënie. Duhet ketë departament të veçantë të edukimit për imam dhe mualime, në mënyrë që së bashku me ekspertat e arsimit harmonizohen edhe plan programet kurrikulare për landën fetare. Çfarë raporti munduheni të ndërtoni me nxënësit? Nxënësit e mi i dua shumë, në të vërtetë i dua shumë, dhe po të vini një ditë në shkollën time, do ta shihni se çdo herë i pres të dera, dhe gjithmonë dita fillon me përqafime. Me të gjithë tek e tek. Kjo sepse unë shoh se aty është ardhmëria. Ata mund ta kuptojnë si favor prej anës time që po i përshëndes, por në fakt ato më mbushin me energji pozitive dhe me pasion që të bëj më shumë për ta. Unë ata nxënës nuk isha asnjëherë të vegjël, ata isha kolegët e mi të arshëm,
ata i shoh njerëzit të cilët unë do të rokas për të konsultuar në aspektin profesional dhe pse jo dhe shërbimin njerëzor. Si ju ndikon fakti që jeni nën në procesin e mësimdhënies? Në procesin e mësimdhënies, unë e falenderoj procesin e mësimdhënies që më ka ndihmuar të jem edhe nën. Unë shpesh e them, po të mos punoja në shkolla, nuk do të dija ndoshta ta luaj rolin si nën si duhet. Sepse fëmijët e mi kanë fatin që ata mund ta quajnë tani për momentin ndoshta jo favor, po ti përcjell nga brenda dhe jashtë procesin e edukimit tyre. Të tretë ata vijojnë në shkollën Maarif ku edhe punoj. Të tretë i shoh progresin akademik për brenda dhe të tretë po ashtu e morin edhe atë ngrohtësinë prindërore e cila nganjëherë bashkë mund të jetë edhe ma kritikuese se sa që do të ishte nëse unë nuk do të punoja në arsim. Mendoj që fëmijët e mi janë po aq afër sa dhe gjithë nxënësit e mi. Dhe më të vërtet nganjëherë e kam problem se nganjëherë edhe ata si në formë shakaje më thonë që ma shumë po i do nxënës atjerë se sa që po do neve. Megjithatë ata do ta kuptojnë si edhe gjithë tjerë se për mu unë i dua sjelljet e tyre, i dua pasionin në sytë e tyre edhe i dua punën që ata bëjnë për të ardhmen e vet. Viti i ri shkollor, a bën shpenzime që shpesh kalojnë në llastim nga ana e prindërve? Tani është një kulturë tjetër. Se ne kemi uniformën shkollore, kemi rregulla në të cilat provojmë me rujt atë modestin tek secili nxënës. E di që në shkolla tjera publiko-private diskutimet janë të natyrës tjetër, po megjithatë me gjithë respektin gjithkush ka vlera mbi të cilat jeton dhe frymon në atë mënyrë. A pajtohem me këto shpenzime enorme? Nuk pajtohem, nuk do duhej të ndate, po megjithatë, siç thash edhe në fillim të emisionit, njerëzit udhëhiqen nga vlerat ose nga ana materiale. Dikush këtu e ka mirë, kush e ka, nuk e di. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi i mësimdhënësit me prindërit? Kjo është shumë e rëndësishme. Më të vërtet, mu më vjen keq që shoh në shkolla publike që mungon mbështetja profesionale, sepse përveç mësimdhënësit, rol shumë të rëndësishëm në shkolla luan psikologu shkollor, pedagogja e shkollës edhe shërbimi i infermierisë. Nganjëherë mësimdhënësi edhe nuk mund t'i shet të gjitha gjanat, sepse është njeri në fund të fundit. Por pedagogja, kur ky bashkëpunim është shumë i harmonizuar mirë mes mësimdhënësit, prindit, pedagogut, psikologut dhe shërbimit infermierik, nxënësin ne e trajtojmë në çdo aspekt. E shohim ku janë ato ngecjet, sepse unë mendoj që secili fëmijë, secili nxënës është një gjeninë e vete. Vetëm mund të kaloj barriera të cilat mund të mos i sheh prindi, mund të mos i sheh mësimdhënësi, po dikush duhet i sheh. Prandaj shkolla ka nevojë përveç një lidhje të fortë mësimdhënës-prind, edhe për një shërbim profesional, psikolog shkollor dhe pedagog. Roli i këtyre dyja, bashkë infermierisë, është më së i rëndësishëm që unë nuk guxoj ta ndaj, sepse një mësimdhënës sa do i mirë të jetë, nuk mundet me kry rolin e psikologut shkollës, edhe as pedagogut shkollës. Ashtu si edhe një psikolog sa do që t'jetë i mirë, nuk mund ta zëvendësoj një mësimdhënës. Po ashtu askush s'mund ta zëvendësoj energjinë dhe ngrohtësinë që ja prindi. Prandaj ky bashkëpunim i këtyre akterëve për një rini të shnosh është i domosdoshëm. Dhe shteti duhet ndoshta të kursej para në shumë gjëra tjera, por nëse duam një të ardhmen të shëndosh, duhet të investojmë në këto vlera. Cila është këshilla juaj kryesore për prindërit në lidhje me përgatitjen e fëmijëve për shkollë? Është shumë e vështirë me dhënë këshilla për prindërit, sepse e para, unë e di se secili prind e don fëmijën e vet në mënyrën më të mirën që është e mundshme. Prandaj nganjëherë prindërit nga dashuria e madhe shndrohen në rolin e avokatit për çdo sjellje të fëmijëve të vet.
unë ju kisha porosit që po, çdo fëmijë ka të drejtë të shpreh emocionet, ka të drejtë të ngrej zonën e protestes, mirë po merrni me objektivizëm dhe trajtoni me objektivizëm çdo gjë, sepse mbyllja e njërit sy për një veprim sot do të ketë pasoja nesër. Mos u bëni shumë kritik ndaj tyre, sepse ata kalojnë moshë të caktuar që janë normale disa sjellje, por mbani në nënvëzhgim sjelljet e tyre dhe mos e humbni kontaktin me ata që ju keni dorëzuar fëmijët në amanet, mësimdhënësat, shërbimi profesional shkollës. Dhe mëshuria e nanës, veçanërisht unë nanë jam vetë. Domethënë, nganjëherë te kalon atë syrin objektiv. Është krejt normale. Prandaj kjo është edhe e rëndësishme që prindi gjithsesi ta kontaktojë shkollën me objektivizëm. Dhe ta kuptoj që nëse ti keni vlerë në familje që e ke ndërtuar me gjenerat pas gjenerate, edhe nxënësi tjetër i klasës ose i shkollës, edhe ai ka një vlerë familjare mbi të cilën është rrit. Dhe mbi të gjitha vlerat është pranueshmëria e tjetrit ashtu siç është. Cilat janë përparësitë e punës në një institucion arsimor privat? Tani unë kam fatin që vërtet punoj në një shkollë shumë të mirë. Përparësitë mendoj me sistemin publik është se në shkollën ku punoj unë, arsimtari nuk ka asnjë arsye për mungesë materialesh ose për mungesë teknologjie që ta nxjerr maksimumin e vet tek nxënësi. Pra kushtet materiale brenda shkollës, pajisjet e nevojshme për punë, të gjitha ekzistojnë. Ndërkohë që ne e dimë që në shumë shkolla publike ka vështirësi teknologjike, ka vështirësi printimi, ka vështirësina të ndryshme. Një përparësi tjetër është edhe numri jo shumë i ngarkuar i nxënësve në klasa. Momentin që e kalohet mbi 24, 25, maksimum 26 numri i nxënësave në klasa, efektshmëria e orës është për të dëshiru, pa marrë parasysh sa energjik mund të jetë një arsimtar, trajtesa e nxënësit në mënyrë të veçantë është e vështirë. Prandaj te arsimi privat, ndoshta numri i limituar i nxënësave nëpër klasa, aspekti teknologjik i avancuar dhe mundësia, sepse çdo shkollë private ka një sponsor të fuqishëm që mbështet. Edhe shumica e shkollave private kanë burimin prej shteteve të zhvilluara. Mandej trajnimet prej ekspertëve ndërkombëtar në shkollat private janë më të shpeshta, ardhja deri te informacioni i ri është më i shpejtë dhe mund të jetë sfiduese tash. Çështja se shumica e shkollave private kontratat i kanë të kufizuara, jo kontrata permanente. Unë e di që do të më kritikojnë të gjithë që ndëgjojnë këtë çështje për anës time, por kjo sikur i ka qit pak në gjumë nivelin publik, e kam një kontratë permanente, mos ta shkeli ligjin për ndryshe, mirë jam. Më thënë, i qëtë një dembelizëm, mungesa e sfidimit për të vazhdu avancimin në karrierë, i qëtë një dembelizëm që më thënë, e di që Ministria po provon me këto avancimet e licencave, këto gjona, po mendoj që duhet të organizohet pak edhe me Institutin Pedagogjik, ndoshta një takim, mënyrë që të gjindem mënyrat se si ta bëjnë balancin e kushteve të punës në sistemin privat dhe publik. Privati ka favoret e teknologjisë, i ka favoret e mundësisë zhvillimit më shumë se sa publiku. Po flas në shembullin e shkollës tonë. A mendoni se motivimi i nxënësve është më i ulët se në të kaluarën dhe pse? Nuk kisha me thonë se krejt është e motivimi. Në të kaluarën, tani po flas, po i kthehem pak fëmijërisë time, të vetmet elementet që më kanë bo të shpërqendruar mua, kanë qenë një emision televiziv brenda dite, një program në radio, edhe kaq. Ndërsa sot, është sfidë për rinin e sotit. Ata e quajnë sfidë të ëmbël, po qasja në teknologji, e pa kufizuar, komunikimet në rrjetet sociale të pa kontrolluara,
Gjitha këto sikur truri i tyre është i pagatshëm me i procesu gjitha këto informacione. Prandaj edhe duke ndoshta më pak të motivuar. Mirë po, nëse në gjeneratën time, gjithë nxënësave të shkëlqyshëm na është bërë pyetje se çka dojmë prej jete, kemi pas shumë vështirë me ta dhënë përgjigjen konkrete. Sot ti me një nxënës ndoshta të moshës 10-11 vjeçare, bisedon thotë jam përcaktuar, jam programer. Pra nuk është se mungon motivi, po janë barierat ndryshme që kanë dalë edhe në një farë mënyrë po ua vjedhin kohën rinis për të orientuar atje ku dojnë ata me shku. Një element tjetër që ndikon ndoshta te mos pasioni tek gjenerata e re, po flas nuk e krahasu me gjeneratat e para luftës, ne kemi pas për synim të ndryshojmë diçka në jetë, ta dhëmë një kontribut dhe të cilëmi avancim. Ndërsa sot, po e zo, me krenari e thëmë se unë jam rritë një familje fshatare. Dhe për mu ka qenë që unë dua që fshati im përparoj edhe të ngritet në aspektin edukativ. Se cili prej bashkëmoshatarëve të mi e ka pas një vizion se çka do në bëj me jetën e vetë dhe çfarë kontributi do në dhënë. Ndërsa gjeneratat e sodit thonë unë përritëm prej baba jam e ka biznisin, një stabilitet e kam, një punë kam e gjetë. Pra nuk e kanë atë ndjeshmërinë se unë duhet bëj diçka për vendin. As unë duhet ta ndryshoj jetën e dikujt. Sepse, falë Zotit, kemi një komoditet jetës ndryshe. Prandaj këto ndoshta po ndikojnë pak a shumë që po ju tregoj një rast konkret. Po e vizitoja një familje të caktuar dhe shihja që kjo që thua ti, motivi djali shumë i mençur, po motivin jo shumë të lartë. Edhe zakonisht në raste të tilla e kam zakon me shku me pi një kafe nëpër familje. Kur e shoh, si thonë, na vetëm qumshti i bletës i mungonte. Edhe thash, të është pikrisht ajo probleme, se ai nuk sheh arsye për ndryshim. E thotë unë kam një komoditet. Prandaj unë kur thash se prindi duhet bashkëpunoj mirë me shërbimin profesional dhe t'i ruaj vlerat, t'a ruaj atë piknisjen e secilit nxënës, edhe të angulit mirë në kokë se cili nxënës, se cili individ ka ardhur në këtë botë për ta kryer një mision. Edhe nuk do të dali e fitimtar nga kjo botë, përveç se në kryerjen e misionit ashtu si duhet. Këtu do ta sillim tani motivin në pa të secilit nxënës. Sot gjenerata e re janë më të mëshëm, duken më pak të motivuar sepse kanë komoditetin ndryshe që i kishim ne. Sa përdoret inteligjenca artificiale nga ana e nxënësve dhe si e menaxhoni atë? Ne në shkollën tonë kemi lanë zgjedhore, përdorimin e inteligjencës artificiale. Janë disa trendet të cilat ti nuk mund të ndalesh. Unë e di që ka diskutime pro et kontra përdorimin të inteligjencës artificiale. Ashtu siç dikur kishte pro et kontra kundër dërgimit të emailave, shkresave me dorë, gjitha këto gjëra, çdo herë do të ketë mendime pro et kontra. Por tani jemi në një situatë që kjo më është aktuale. Dhe ato shkolla që kanë planifikim të mirëfill, ato aktualen duhet ta shndrojnë në profitabilitet dhe mënyrë që jo ti të jesh i varur nga ajo, po të jetë shfrytëzues konstruktiv i kësaj që ka dalë re. Prandaj, në vend që të jemi pro et kundër inteligjencës artificiale, unë mendoj që tani duhet jep lëndë veçantë, ne kemi filluar që 2 vite me dhënë inteligjencën artificiale si lëndë zgjedhore, si të përdoren, ajo duhet qëndrohet një mjet që ti me arrit ma shumë. Jo si një mashinë kopjuese, por si një mjet që ti gjen informacione dhe si kontribon për të ardhmen. E thash edhe më herët, nuk mund ta ndalesh një trend të cilin ti nuk e ke nisë. Mirë po ti, çka mundesh më bësh me shfrytëzu në mënyrën më të mirë për të ardhmen. Sepse
po e za që unë i kam 3 fëmijë dhe po i tham fëmijëve të mi, DeepSeek, ChatGPT, ku ta di une, website e tjera nuk mundesh me përdor. Edhe ai po mbindet mu. Nesër, në një garë të gjetjes së informacionit shpesh, fëmijë im do të meten brapa. Sepse nuk ka ditë me përdor atë mjet. Dikush tjetër ka ditë me përdor atë mjet. Prandaj, tani nuk duhet rreshtohemi pro et kontra, tani duhet rreshtohemi te përdorimi konstruktiv. Kush është faktori kryesor në edukimin e mirë të fëmijës? Prindrit, shkolla apo shoqëria? Tani, kjo është sikur me thonë, a pedon babën e nanën më shumë. Këto, është e vërtet që prindi ka rolin kryesor për arsye se ajo lidhja biologjike, emocionale, vazhdimisht për prindit, jo vetëm në një fazë të caktuar, po ndoshta edhe pasi vdesin prind, ajo vlera që ka marrë për prindit është afatgjatë deri në fund të jetës. Mirë po, anën tjetër, nuk mund ta zëvendësoj prindi shkollën. Ashtu siç nuk mund të jetë fëmiu në laborator prind shkollë. Ai do të jetë pjesë e kësaj shoqërie. Prandaj, një prind i mirë i din këto gjëra. E zgjedh një edukim të mirë dhe e zgjedh një shoqëri të mirë. Pleqt kanë thonë një thonjë shumë të mirë, më tregoj ç'sho ke, të tregoj se kush je. Prandaj, prindi duhet bashkëpunoj me prind e shoqërisë së fëmijët të tyre edhe me shkollën gjithsesi, në mënyrë që fëmijat mos ndihet i marginalizuar, mos ndihet i ndrydhur nga kontrolli, dhe të njëjtën kohë ta jetojnë një jetë që vlerat etike janë normale edhe për rrethin e tij. Pra, nuk ka 1-2-3 këtu, ka bashkëpunim prind, shkollë, shoqëri. Përdorimi i duhanit dhe drogave nga nxënësit, apo bëhet mjaftueshëm luftë kundër konsumimit të tyre nga shkolla dhe institucionet? Ndoshta mund të themi se shkollat po e bojnë detyrën e vet. Por nuk po bën shteti detyrën e vet, sepse në çdo dyqan sot fatkeqësisht hyn në cilin dush dyqan ke shitje të pakontrolluar të cigareve elektronike, të nikotin gam, të cigareve normale, të pijeve alkoolike, të pijeve energjike, gjitha këto kërkush nuk kërkon një dokument për me të shit ty diçka çfarë moshe je. Kjo është realiteti në cilin po jetojmë. Shkolla mund të ketë kampanja vëdësuese, mund të ketë kontroll strikte, mund të ketë gjitha gjanat, gjatë që edhe ne e bojmë. Mirë po, momentin që del prej shkollë rrugës, prej shkollën në shtëpi ka një dyqan, baba nështë aja parat me bleni kifle, a i runë 3 ditë parat e kifles për me bleni cigare elektronike. Dhe kërkush se kontrolon. Prandaj këtu nuk është vetëm një akter. Shkolla e lunë rolin e vetë, prindi e lunë rolin e vetë, vërtet këta dy kanë rol të pazëvendësueshëm. Mirë po këtu duhet edhe dora e shtetit. Mbi të gjitha, unë çuditem që ta shitës që lejojnë dyqanet e tyre një gjatë tillë më ndodh. A mendojnë ata që kanë përgjegjësi para Zotit se po e helmojnë rinin? Unë nesër, po të kem një biznes timin, nuk do të pranoja në dyqanin tim as me mbajt ato. Po edhe nëse do të duhej patjetër me mbajt, në asnjë mënyrë moshës në 18 vjet me ushil. Këtu kemi dështim zinxhiror. Kem dështim shtetit, kem dështim të moralit shoqëror, mandej fajsinë e bartë edhe shkolla edhe prindi. Cilat janë sfidat më të mëdha me cilat përballen mësimdhënësit sot? Mësimdhënësit do t'i kategorizoj janë në 2 nivele, në kuptimin e arritjes tyre profesionale. Në mësimdhënë që kanë eksperiencë gjatë me teknikat e vjetra, të cilët për shkak të komoditetit kontratave nuk e lën veten me u bë update me kohën, ata kanë sfidën sepse del nxënësi që ka informacion më shumë se mësimdhënësi.
Pra, inkompetenca profesionale dhe teknologjike e bën shumë sfiduese procesin e mësimdhënies. Ndërkohë që të mësimdhënësit e gjeneratave të reja rrallë gjanë një gjatë tillë, dhe një sfidë natyrës tjetër është që pritshmëritë kanë ndryshu. Më thënë, në një kohë, prindi ka dorëzu fëmijën në shkollë dhe mësimdhënësi ka qenë vendimarrësi për procesin e edukimit. Bile ka pas raste që prindi ka thirrë mësimdhënësin edhe në shtëpi me ja eduku fëmijën. Ndërkohë që sot çdo mësimdhënës ka sfidën si të komunikojë me prindin, sepse prindi shndrohet automatikisht në një avokat të fëmijët vet dhe humb ajo komunikimi i besueshmërisë së amanetit prind mësimdhën. Pra dy lloj sfidash unë identifikoj të mësimdhënës, vonesa, mos them pa aftësia profesionale, po vonesa në updateimin në profesion dhe sfida e komunikimit me prind, të cilët janë shumë mbrojtës ndaj fëmijëve vet. Shumë nxënës në klasë apo pak? Ku është cilësia më e madhe e mësimit? Unë përmenda pak më herët, numri optimal nuk duhet të kalojë mbi 25-26, mendimi jam. Mirë po, nëse profesionalizmi nuk është nivel, nëse shkolla nuk i ka stafin e përgatitën profesionalisht, nëse nuk e ka shërbimin profesional të përgatitën për me përcjell aspektin psikologjik dhe pedagogjik të nxënësit, edhe këto e bëjnë dallimin. Nganjëherë mund të jesh më i suksesshëm në një klasë me shumë nxënës, në një shkollë ku ekipa është profesionalisht e përgatitur, sesa në një shkollë ku ka shumë pak nxënës, mirë po ekipa nuk është as në aspektin teknologjik as profesional e përgatitur. Pra, ne duhet ta ofrojmë një optimum të numrit të nxënësve, po në të njëjtën kohë edhe duhet i kushtojmë rëndësi aspektit përgatitjes profesionale të ekipit që punon. Mbyllja e shkollave në vendet rurale apo bëhet ngarkesë për qytetet? Tani politikat, unë thash se fajet në dështimin e procesit arsimor janë politika zinxhirore. Është më të vërtet që po ngulfaten qytetet me numër të nxënësve, po shtohen alternativat e shkollimit privat që është kosto. Mirë po, unë mendoj që këtu nuk mund gjendet përgjigja shumë lehtë, sepse në migrimin e brendshëm nuk mund të hedhëm vetëm një faj. Janë shumë gjëra të cilat po e bëjnë një gjë të tillë. Në fshatra të thella pamundësia që të angazhohet në punë, nuk ka një strategji shtetërore që vendet të punës të ofrohen buzë vendeve rurale. Në Kosovë kemi punë shumë. Në vitet e 90-ta kemi pas një punë jetë o vdekje me liru vendin, por sot kemi një punë shumë fish më të shumë që mendojmë si ta zhvillojmë vendin, pa humbë fshati rolin e vetë, edhe pa u zhvesh qyteti nga kultura e vetë. Për fund, çfarë këshille keni për mësimdhënësit e rinj? Duajeni profesionin e juaj, çdo ditë zhvillohuni profesionalisht, jeni me fat që jeni gjeneratë e teknologjisë, por jeni po ashtu shpresa që po e rritni shpresën e vendit. Faleminderit shumë që gjatët kohë dhe ardhët në narracion. Faleminderit shumë edhe juve, ishte më të vërtet kënaqësi.